أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاطمة الطحاوي رحمة الله عليه: والرؤية حق لأهل الجنة بغير حاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. Imam Tahawi rahmetullahi alayhi për të pamurit e Zotit Gjelle Shanuhu në ditën e Kiametit. Për xhenet lit, warru'yatu li ahli al-jannati warru'yatu haqqun li ahli al-jannah, edhe të pamurit e Zotit Tebareke wa Taala për banorët e xhenetit është hak, kanë me pa Allah. بغير إحاطة ولا كيفية، pa pasur mundësi me përfshije këtë atë madhërinë të madhe të Allah. Wala kayfiyetin, po edhe pa cekur mënyrën se si. Ashtu siç flet libri i Zotit ton, wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Atë ditë kur fytyrat apo kur shumë fytyra janë të ndriçuara të Zotit i tyre, janë duke shikuar. Dhe thot komentimi i këtij ajetit është ashtu qysh Allahu azza wa jalla din. Dhe qysh Allahu ka dashur. Dhe krejtë që ka ardhur nëpërmjet haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithe të vërteta për të pamurit shikuarit të Zotit, është gjithashtu qysh ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe kuptimi qysh ai ka dashur me cek. Nuk futemi me komentuar ato hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam me mendjen tonë, as me paragjykimet e ndjenjave dhe unit tonë, mendjes tonë, sepse nuk ka njeri i cili ka shpëtuar në dinin e tij, vetëm ai i cili i është dorëzuar dhe nënshtruar të madhët Allah dhe është nënshtruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i cilin atë që ju ka pështill se ka kuptu mirë, nuk e ka paçare me gjetë përgjigjen, por ja lën Zotit, thot Allahu ala. Këto janë fjalët e Imam Tahawiut rahmetullahi taala alayhi. Pra flet masi foli më herët për meselen çështjen e Kur'anit, librit Allahut azza wa jall. Edhe se thelbi asajna ishte krejt se fjala Allahut është e hershme, dhe se Allahu flet, dhe se është cilësi e hershme, e zelije e Zotit Gjelle Shanu të folurit. Qysh janë cilësi tjera të madhe të Allah. Dhe për meseleve të cilat kanë diskutuar shumë, siç kemi thënë ligjëratën e kaluar, është edhe të pamurit e Zotit ton ditën e Kiametit. A do ta shohim Zotin ton ditën e Kiametit, gjithsesi në xhenet, apo nuk do ta shohim? Kjo mesele, kjo çështje është prej meseleve më të ëmbla, më të mira, më të shtrejta të dinit të Allahut azza wa jall. Dhe është një qëllim kryesor ku krejt ata të cilët hecin për xhenet, punojnë për xhenet dhe janë nisur për xhenet, e pretendojnë të arrijnë këtë gjë. E që është kënaqësia më e madhe dhe dhurata më e shtrejtë dhe më e çmuar
Qka I madhi Allah të bareke wa ta'ala I ndëran rab të ti. Nuk ka njërë absolute, as në këtë dynja, e as në botën tjetër ndonjë dhurat më të madhe, se sa me pa të madhe në Allah. Por ja që, sikur se edhe meselet e tjera, edhe këtë mesele, edhe këtë çështje, ato fraksionet e cilat I kanë futur met e tyne ku se kanë venin, edhe ku nuk mujnë me I dalin skajt, kanë devijuar dhe ja kanë bo veti haram, këtë hajt madhe të Allah. Zëtën, shumë njeriu në këtë dynja ka humbë të mundua me komentue tekstet qellore, edhe që fotët, evrejt, edhe të krishterët. Librën e Zotit tyre e kanë ndryshuar duke munduar me dhanë komentime, si mbas epsheve të tyre. Derisa tekstet kanë dalë jashtë originalit krejt. Po flasin fillimisht atje, e pastaj me kalimin e gjeneratave edhe janë fshirë krejt dhe janë futur tekste tjera. Pra me të evil që ka quhet atje në shariat, të evil dhe me thonë me mundim të komentimit citateve është ndryshu Injili dhe Tevrati. Me lloj të evilit komentim të citateve është vra dhe Omeri, edhe Osmani, edhe Aliu, edhe fitnet të cilat jenë banë me sahabëve. Si rezultat, prej të evilit apo si rezultat I përpjekjeve, por në gjithër me njetë keqë, edhe kje vlenë ceket, të teksteve, citateve janë formuar edhe fraksionet të ndryshme, si Mu'tazilit, e Khawarijt, e Rafidhit, e Murgjijat, dhe fraksionet tjera të cilat kanë rënë dalalet. Më këtë do me të themi se që hasek Imam Tahaviju, më I mirë është ai I cili I nështrohet dhe ja dërzën çështjen e këtyre citateve, teksteve, Allahut Azza wa Jall, I cila I ka folë për veten e tij. Apo ja dërzën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili ai ka njoftë mas miri të madhin Allah Azza wa Jall. Argumentet që ne kemi me pa Allahun në xhenet janë të shumta. Edhe nga ajetet kuranore, edhe nga hadithet, edhe sahabët, edhe imamat e mëdhej, edhe ehli sunne wal jamaa, që të gjithë konsenzus derisa dhe kësaj dite se musliman kanë me pa Allahun në xhennet. Kanë me pa ftyrën e të madhe të Allah Azza wa Jall. Ka thonë Allahu wujuhu yawma idhin nadhira. Që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, në këtë koment I ajetit, ftyrat janë të ndriçuara min al-baha'i wal-hasan, prej ndriçimit të nurit që qet ftyra, edhe prej bukurisë, kur ila rabbiha nadhira, kur ta shohin Zotin e tyre. Njerëzit muslimanë në këtë dynja I kanë ftyrat e mira si shaj dhe rezultat I imanit, pavarësisht rasës dhe moshës dhe gjinisë që kanë. Dhe kjo është proporcionalisht sipas imanit. Sa më të fortë me pas imanin besimtari, aq më të ndriçuar e ka ftyrën. Të gjitha shtresat, gjinit, moshat dhe rasat. Mund të jetë njeriu I zi, që shumë njerëz nuk e pëlqejnë rasën e zezë, por e shef se ftyra e tij është nuri dhe dritë prej imanit. Në këtë dynja. Po edhe në ditë Kiametit, kur të ngjallën muslimanët, ngjallën me ftyra të bardha, rezultati I imanit të ndriçuara. Po edhe në xhenet mas I hyn,
Ftyrat e tyre u bojnë nuri. Gjithmonë, të shku të u bojnë nuri dhe nuri dhe nuri. Por në kulminacion të asaj krejt, prej nga dita që ka linë, deri tashmë as i ka hyrë në xhenet, është kur ta shef Zotin e tij te bareke ve taala i shkelqen fytyra e tina. Shkelqen fytyra e besimtarit si hanan 15 nuri dhe dritë. Nga nuri dhe drita e të madhit Allah Azza wa Jall. Ka thonë Hasan al-Basriu, ila rabbiha nadhira, ato fytyra kur të shikojnë të madhin Allah Azza wa Jall, me nurin e tij që ka Allahu Azza wa Jall. Ka thonë Abdullah ibn Abbas, ila rabbiha nadhira, fytyrat e besimtarëve, xhenetlive e shiqojnë Zotin e tyre te bareke wa taala. Dhe ka thonë Allahu Azza wa Jall në ajet tjetër, lahum ma yasha'un fiha wa ladayna mazid. Ata xhenetlit kanë në xhenet çka të donë. Fund. S'ka për ta diçka që është ndaluar dhe çka është e pamundshme dhe pa realizuar. Fund. Është garancë prej të madhit Allah. Lahum ma yasha'un fiha. Ata kanë çka të donë ende. Imagjino me thonë dikush këtë dynja, ndonjë njeri i madh, pasionik apo pushtetar, lëp çka të dush, apo çka të shkon mendja, veç fol e këtë realizuar. Që ndi njeriu vetë vetën, e që ai nuk ka mundësi me të realizu të në gjanat, sepse si posedon të nëtë. Ndërsa i madhi Allah në xhenet, të garanton për kësaj dynjaj, lahum ma yasha'un fiha, ata në xhenet kanë çka të donë fund. S'ka diçka çka është pa kapshme, e pa mundshme, e pa realizueshme dhe pa plotësueshme për kërkesave dhe dëshirave të tyre. Por waladayna mazid, lahum ma yasha'un fiha waladayna mazid, bile ne kemi mjështuar, më dhon hala diçka më shumë atyre. Ka thonë Imam Taberiu rahmetullahi alayhi nga Ali radiallahu anhu edhe Nesi ibn Malik, se kjo waladayna mazid, se ne kemi më dhon hala më shumë xhenetlive, se sa që ata që dinë me lyp, është me shiquar fytyrën e të madhit Allah te bareke wa taala. Pra kjo është dhurata edhe më e madhe se sa e para lëp çka dush në xhenet. Fundjes njeriu është edhe kufizuar edhe me aftësitë e tij për me lyp. E Allah e din se njeriu ka kufil në kërkesat e tij. E ai dhe me dhonë hala diçka që ati se shkon mendja me lyp. E ajo është me pa fytyrën të madhe të Allah te bareke wa taala. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jall ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ka lexuar ajetin kuranor lilladhina ahsanul husna wa ziyada, ata të cilët ata që kanë bërë mirë për xhenetlit, për ta është el husna xheneti, argument tjetër. O ziyada, edhe hala më shumë diçka. Ata që kanë punuar mirë e kanë xhenetin dhe kanë hala më shumë. Këtë ajet ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur të hynë xhenetlitë në xhenet, edhe xhehenemlitë në xhehenem, Allahu na ruajt. Nada munadin thrat niza, ja ahle al-janna, o ju xhenetli, edhe ndëgjojnë krejt ata xhenetli në tëna katët e xhenetit, me miliona dhe miliarda njerëz në xhenet. O ju xhenetli, ju e keni një termin të Zoti juaj, i cili po don mja uqua termin në vend, e keni një sen që Zoti po don mja udhuru. Dhe xhenetlit thonë, qka kam? A nuk ne ka rëndu e peshoja tona, kur e shumë herët në ditë kiametit? Ne ka rëndu peshojat edhe kalum. A nuk ne ka
zbardhës ne kanë drejtue fytyrat tonë Allahun ditën e kiametit, tashmë këta kanë kalu ditën e kiametit në hinë xhenet. A nuk na ka futur Allahun neve në xhenet? A nuk na ka mbrojtur Allahun nga zjarmi i xhenemit? E çka mo? Çka ka më shumë? Çka është ajo që hala kemi me përjetu ne? Atëherë, thot Allah i madhruar, e hjek perden prej fytyrës së tij, dhe njerëzit të shiqojnë. Dhe nuk ka diçka që ai është dhamë xhenetlive, më e dashur, më e ëmbël, më e kajshme, se sa kur e shiqojnë fytyrën e të madhe të Allah Azza wa Jall, dhe kjo është az-ziyada, pra në këtë ajet koranor, ata që kanë bo mirë, për ta është el-husna, është xheneti, o ziyada të shikuarit të madhin Allah te bareke wa taala. Kështu kanë komentu edhe sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam këto ajete koranore. Pastaj Allahu i madhruar ka thonë për xhenemlit: Kalla innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun. Ata që fort në ditën e kiametit janë të penguar, nuk mujnë me pa Allahun Azza wa Jall. Imam Shafiu thot: përderisa Allahu ja ka bo haram xhenemlive me pa Allahun Azza wa Jall, si shkak rezultat i hidhrimit që e ka Zoti ndaj tyre në këtë dynja. Për veprat e tyre është përcjell hidhrimi i Zotit në ahiret. Është hidhur në këtë dynja dhe hidhrimin e tij e paraqit në ahiret. Për shkak të hidhrimit të tij ndaj tyre, nuk i nderon që fort me pa Allahun Azza wa Jall. E përderisa nuk i nderon ata shkak hidhrimit, kjo është shaj që i nderon evliat e vet shkak kënaqësisë që ka për ta. Sikurse që ishte më herët të folurit. Thamë se Allahu Azza wa Jall ditën e kiametit nuk i flet qëfarëve. Po kur kthejmë se nuk i flet qëfarëve, automatikisht kuptohet se flet muslimanëve, edhe po kuptohet se Zoti flet. Pra edhe këtu kuptohet nuk e shohin qëfarët, po kuptohet se ai shifet, edhe se shohin muslimanët. E kjo është thelbi meseles, a shifet Zoti, apo nuk shifet, që kanë kundërshtuar shumë fraksione, prej tyre Mu'tazilit dhe të tjerë, ku nuk ka nevojë me hyrë në detale për ta, sepse kanë sjell argumente boshe. Duke u munduar, kënë se mi komentue ajetet Allahut, po edhe disa ditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe argumentin më të fortë që e kanë kur Allah i madhruar ka li prej Musaut, kur Musau ka li prej Allahut, me pa Allahun. E Allah i ka thonë: "Len tarani walakin انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا." Allah ka thonë: "Jo, nuk ke me pa, por shiko kodrën, nëse qëndrën vënën e vet, ke me pa. Do të më shefesh." E kur Allahu hjeki perden ndaj kodrës tij, kodra bo hi në ploha, dhe Musa si ra të fikt. E kjo nuk keme më pa, ka thonë Mu'tazilit, nuk keme më pa, pra nuk keme më pa as te, asaj, as tjetra, as kodrë s'ka mundësi. E njerëz të meqëm kanë thonë, Allahun nuk pa thot, o nuk shifem. Po ti nuk keme më pa. Në këtë dynja, se ka mohu në heret, se ka pohu me argumente tjera që e ceko. Ajtë është i qartë, por ti nuk keme më pa. Nuk ka thonë, nuk shifem në Musën, s'ka mundësi më pa s'kosh, nuk shifem, por ti nuk keme më pa. Pastaj Allahu e hjeki perden e vetë ndaj kodrës. E pse kodra me pa Allahu në njeri ju, jo?
Ma hak ka një kodër me pa Allahun sa njeriu, I cili ka adhuru Allahun 700 vjetë, 800 vjetë, 1000 vjetë, si Nuhi a.s., Ademi a.s., e blijatë Allahut, po edhe një 70-80 pa. Sa të kanë kodra ka ma hak se ne me pa Allahun azza wa jall. Pra, mos me hi për fraksionet sepse kanë argumentet boshë krejt, dhe që shtam ja bojnë veti haram një haritmat madhët Allah. Por shkojmë në atë që ka është e hlesinit të gjema që na interesën neve ma shumë. Pra muslimant kanë me pa Allahun në xhenet, kjo punë është e kryer. Kjo punë është e kryer, por kanë diskutuar a shifet Zotin ditën e gjykimit. Për këtë dynja është e pamundur me pa Allahun, për në xhenet, që në përcikne me pa Allahun, në mbetet mes dynjas dhe mes xhenetit dita e kiametit. Në ditën e kiametit, a kemi me pa Allahun, as kemi me pa, te bareke ve teala ndan në 3 mendime. Kanë thonë, kanë me pa vetëm besimtar e jo që fart. Kanë thonë mendimi I dytë, e shohin krejt njerëzit që janë mahshar në vend ditë gjykimit, vend tubim. Krejt e shohin, por pastaj Allahu I ambulon vetveten e tij, te bareke e ambulon vetveten e tij prej çfarëve e prej besimtarëve jo. E kanë thonë mendimi I tretë, e shohin besimtarët edhe munafikat, por nuk e shohin çfarët e tjerët. Allahu a'lem, sa për ditë mahsherët, ndërsa për këtë dynja është e pamundur me pa dikush për krijesave të tij. Dhe këtë meselë nuk kanë diskutuar ulemaja, për asnjë njeri prej Ademit deri te Isa, për pas pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam kanë diskutuar pak. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam është afruar të madhët Allah më shumë se sa çdo krijesë tjetër e Allahut azza wa jall. Dhe zatën Allahu e ftoi musafir pejgamberin alayhi salatu wasalam afër tij. E ftoi musafir. Për atë arsye në rreth kësajna kanë diskutuar disa sahabë fjala krejt ta. A ka pa, se ka pa, dhe disa prej tyre kanë thonë pa, sikur kanë thonë ka pa sikur se Abdullah ibn Abasi, ndërsa Aisha, Abdullah Mesudi dhe të tjerë që në sahabë më të mëdhej, asnjëherë kanë thonë kur për jetë pejgamberi pa nuk e ka Allahun azza wa jall. Bila Aisha u shkua dhe më larg, sa që ka thonë ai I cili kur e ka pyet dikush a ka pa Allah pejgamberi Allahun, I ka thonë ai I cili të thot se pejgamberi e ka pa Allahun, dije se ka rajt. Nuk e ka pa pejgamberi Allahun azza wa jall në këtë dynja asnjëherë. Pastaj dikush prej tyre kanë thonë e ka pa me zemër, dikush prej tyre ka thonë se Abdullah ibn Abbas e ka pa me sy, por jo Allahun nuk e ka pa pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka në hadith të Budharrit radhiyallahu anhu, I cili thotë kam pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam, a ke pa Zotin tënd ya Rasulullah? Pejgamberi ka thonë nurun anna ara, nuri dritë, qysh une më e shoh të madhen Allah azza wa jall. Në rivajet tjetër ka thonë ra'aytu nuran, kam pa nuri dhe dritë. E ulemaja kanë thonë, ka pa nuri dhe dritë, ka për qëllim ka pa nuri dhe dritë perdeve të lartë madhërisë fytyrës tina të bekuar. Për atë arsye dhe në rivajet e tjera, që kanë cekur ulemaja, ka thonë, Allah ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, لو كشفه حجابه نور, perdja të madhe të Allah është nur, në rivajet tjetër është nar, është zjarr. Me bo me hjek Allahu atë pjesë të perdes tina, do ta kishin kall dhe djeg, nuri dhe drita e tij çdo send që ka shkon dhe për të pamërit Allah. Të pamërit Allah dhe për të tonë krijesë. Dhe me thoj shkallë këtë gjithësi krejt, prej nuri dhe dritës të madhe të Allah azza wa jall. Çka e më kuptue, sa argumentet tilla ka shumë edhe transmetime tilla rivajete, që e më kuptu se është e pamundur nga ana e njeriut si krijes që është krijuar e dopt këtë dynja me pa të madhen Allah.
Nuk më në ban njeriu me pa Allah se është nuri më i madh, Allahu nuri ti është më i madh se sa që më në përballon organi apo gjymtyra e të shikuarit që është syni i njeriut. Nuk mundet. Njeriu nuk më në sheh nurin e diellit. Nuk më në sheh që është krijesë e vogël e Allahut e s'është kur gjë. Fundja fundjes. Nuk më në sheh nurin e Allahut. E në botën tjetër ndryshon çdo gjë. Në këtë botë ju, Allahu alem. Allahu alem. Por Zoti ka dashur me msheh vetën e vetë nga tana krijesat e tij në mënyrë që me qenë shumë më të përmalluara për Zotin. Më të përmalluara. Sepse sikur se ta kishim parë në Zotin këtë dynja, nuk do të kishte qenë në atë shkallë të kulminacionit të kënaqësisë që përshkruam më herët në ajete dhe në hadithe, kur ta shohim Zotin ditën e Kiametit. Nuk do të kishte qenë sepse kem pa më herët. Por, sikur e sheh njeriu dikon më herët, nuk nëmërohet në kulminacion të kënaqësisë. Allah nuk e ka cek në kulminacion të kënaqësisë që këna me pa babën e nanën e vllazin e motrat në ahiret. Nuk është kënaqësi, por ju kulminacion të kënaqësisë. E kem pa edhe në këtë dynjë, nuk është për neve diçka e re edhe pa përjetuar më herët. I ka cek atje hyriat e xhenetit dhe të mirat e xhenetit tjera që s'kem përjetu. Gjithmonë diçka që se ke përjetu në këtë dynjë, përmallohesh për të shumë. Edhe menzis për të me pa, dhe kur ta shofesh në mbrëm vetën shumë të ndërum dhe se jeton në një botë të thellë të kënaqësive. E Allah po don me rujt atë që është më shtrejta, më shejta, më çmueshmja për evlijat e vet, më rujtin ditën më të madhe. Është dita kur futemi në xhenet atje me emrin Allahut Azza wa Jall. Për atë arsye që Allahu ndryshon njerëzve, edhe natyrën e tyre, trupin e tyre, gjymtyrët e tyre, e të tjerë dhe kanë mundësi me pa Allahun, përderisa në këtë dynja me natyrën e tyre, fiziologjike që janë të krijuara si krijesa të tilla, nuk kanë mundësi me pa Allahun e madhruar te bareke wa taala, por mbesen gjithmonë në shpresë muslimanët, edhe me dua dhe me lutje që Allahu t'ja mundsoj ta shohin Allahun ditën e në kur të futemi në xhenet me emrin Allahut Azza wa Jall. Për fjalët që tha Imam Tahawiu ishte dhe o tafsiruhu ala ma arad Allah. Se si do të shifet i madhi Allah, është qysh Zoti ka dashur, qysh ai don me paraqitet veten e tij para neve. Ne nuk mundohemi apo nuk i futem mendjen tonë më munduhe me e kuptu dhe komentu atë. Sepse mund të humbim, e të devijojmë. Ajo që është të sigurt, se kemi me pa, për atë arsye pejgamberi ka thonë në hadith tjetër atje, kur ka pa një hanën në kanë 14. Edhe në kanë të nejtë natën, mas darë ke hana doket. E plot dhe ka thonë e shifni hanën, tanë për shifni pa o zgatë kërkush. S'ka në me thonë nalë rrujë se s'pesha, tanë e shufin hanën. Për të dhe Zotin këni me pa të tanë, të bareke o të ala në gjenet, pa pas nevoj dikush me thalë t'hipin kodër, apo të zvres poshtë, apo të shama udhën, apo të dalë për shpis, apo të himran, apo të dalë në Balkanit tje. Këni me pa të madhe në Allah. Po nuk e ka qëllim, si ka mu do ka Allah që do këtë hana, jo. Por dënë me përngja pak me thane, shef hanën, apo a ka nevoj me hikën të një përda, a ka nevoj me hip kodra, diçka është se ka për hanën ju. Qështu ta shif në Allahun, por jo hana se hanë më do kësi Allah. Ajo nuk vjen shprehje, të bareke o tala, sepse nuk mund të përngjajmë kur gjëni me të pamërit, të madhet Allah, Azza wa Jall, kur do të futemi në xhenet. Shikuarit Allahut është transmetuar përmi 30 sahabët pejgamberit alayhi salatu wassalam me rivayet dhe transmetime drejt. Çka me kuptu se krejt sahabët, pse është transmetuar për 30 dhe të kanë transmetuar për tjerë, do të thotë se ka qenë aq i njohur të sahabët, çështja e pamërit Allahut në xhenet, sa që kanë më të vatër, do me thane e punë është më e njohur se sa që kanë mundësi edhe më diskutu të ata burrat mëri.
Njëtën gjashtë, e njëta gjashtë për seritet e tabent, të bitabent, e mamat e mëdhej 14 dhebeve, nxansat e tyre, dhe kështu ka ardhë radhës e ehli sunneti dhe xhamati radhës deri te ata që kanë vazhduar dhe vazhdojnë të mbajnë rrugën e ehli sunnetit, natyrisht qysh o cek edhe më herët nga Imam Tahaviju se nuk ka mundësi me shpëtuar vetëm ai cili i dërzohet argumenteve, teksteve të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ka thonë se keni me pa Allahun dhe ne besojmë Zotën. Ku është lëvërdia me kundërshtu atë që ka ceki madhi Allah azza wa jall? Ku është? Për pasruna Zot me humbë dhe me shku ndalalet, me devijuar, po dhe hadith e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Allahu na mundsoft me pa të madhin Allah azza wa jall, e më kënaq ku ta shohim Allahun ton te bareke wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. والحمد لله تعالى والحمد لله رب العالمين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. الله أكبر فوق كيف